asnjë ftesë e re, në asnjë rrethon nuk ka vot për asnjë lloj qeverie, e cila tani është vetëm një taktik e re për me bleko, po jo asnjëherë serioze për me kriju shumicë. Pra, siç e kemi thënë nga fillimi, në konstelacionin aktual të Parlamentit të Republikës së Kosovës nuk ka shumicë. Dhe përderisa nuk ka shumicë politike dhe përderisa nuk ka marrëveshje politike, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk jep vot. Ne presim sa më shpejt që të konsumohet edhe kjo blerje e kohës nga partia vetëvendosje dhe ne të kemi datën e zgjedhjeve dhe të shkojmë zgjedhje, pastaj ta mosim veten secili. Nuk kemi asnjë informacion deri më tani që është kontaktuar ndonjëri prej anëtarëve të grupit ton parlamentar për këtë rast. Nuk ka pas asnjë qasje, as institucionale, as zyrtare partijake e as individuale. Shqiqoni, afatet zgjedhore në vendin tonë janë afate kushtetuese. Pra ne nuk mund të shkojmë atje me dëshira të datës së zgjedhjeve, sepse ekzistojnë afatet kushtetuese. Afatet kushtetuese kanë me përcaktuar edhe datën e zgjedhjeve, ulen partitë politike me presidentin e vendit dhe e vendosin datën e zgjedhjeve që me çdo gjas del tjetë diku fundi i dhjetorit. Data 28 dhjetor nuk është e mirë për zgjedhje, ju lutem. Data 28 dhjetor është ditë e datë kur njerëzit bëhen gati për festat e fundvitit. Dhe e kanë mendjen tek festat e fundvitit e jo tek zgjedhjet. E kemi problematike edhe me i organizu zgjedhjet në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe me rujt votën pastaj gjatë numërimit, sepse i bjen në kohën e festave të vitit ri, e aq më tepër që mund të kemi edhe mungesë të vëzhguesve ndërkombëtar që vinë dhe i vëzhgojnë zgjedhjet tona. Pra nuk është datë ideale, por nëse afatet kushtetuese e thojnë një gjë të tillë, LDK është e gatshme për zgjedhje. Ne me të vërtetë bashkëndjejmë me punëtorët e RTK-s, të cilët nuk po i marrin pagat e tyre që tashmë 3 muaj. Por përgjegjësia kryesore bie mbi atë që thot vazhdimisht ka qeveri, thot. Ka qeveri. Ku vend po thot s'ka, se qeveri ka. E nëse ka qeveri, bëni zgjidhjen, ju lutem. Bëni zgjidhjen për RTK-n, po jo vetëm për RTK-n, por edhe për agjencione tjera të pavarura